shoqëri të re fundi tranzicionit 36 vjeçar me zgjedhje të lira të ndershme të pandikuara nga krimi organizuar. Pra vion i qëndroni atyre 5 kërkesave të cilat i keni patur, i keni bërë publike tashmë, që është dorëheqja kryeministrit Edi Rama, kryesorja, që është artikuluar çdo ditë për zonat e mbrojtura, madje për zonat e mbrojtura kryeministri tha sot se e kemi parafruar ligjin që në 2024 sipas direktivave të Bashkimit Evropian. Kjo është lehtësisht e kontrollueshme dhe kryeministri Rama vazhdimisht edhe sot ka gënjur siç bën vazhdimisht. Ne kemi parë qëndrimet edhe të eurodeputetëve, edhe të aktivistëve të shoqatave mjedisore, kemi parë deklarata edhe nga institucionet europiane të cilat i kërkojnë me urgjencë anullimin e ndryshimeve që ka bërë ligjin me zonat e mbrojtura. Tani më e vërteta është në dritë të diellit dhe gënjeshtrat e tij të njëpasnjëshme, 1 orëshe, 2 orëshe, po 3 orëshe qofshin, nuk mund ta ndryshojnë më realitetin që është i qartë. Kryeministri Rama është totalisht i delegitimuar edhe nga sheshi, edhe nga rezistenca e qytetarëve, po edhe nga mbështetja e institucioneve ndërkombëtare që i mungon dhe që po i thonë në mënyrë urgjente duhet të anuloj ligjin për investitorë strategjik, ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura, paketën e maleve që ai e mbron ai shumë. Kështu që nuk themi ndonjë gjë të re për fat se duket sikur po bëhet edhe një lloj karshillëku protestës tashmë thuajse 2 mujore në bulevard përpara kryeministrisë, kur në kulmin e kërkesave tuaja, sidoqoftë qoftë kjo për paketën e maleve, por jo vetëm kaq, i dha edhe 4.3 milion euro Kanye Westit dhe për koncertin e tij, pra pavarësisht se po protestohet, kryeministri thotë unë di se çfarë bëj dhe do bëj çfarë dua. Për fat keq është totalisht zhgënjyese të shikosh se si një kryeministër i cili ka prej 55 ditësh të gjitha shtresat e shoqërisë në shesh, por mbi të gjitha ka ndër shtresat më të varfra. Kemi pasur deklarata, fjalime nga njerëz të lënë në mëshirë të fatit, nga njerëz që kanë fëmijë me aftësi të kufizuara, pensionistë, minator, shtresa më e varfër dhe më në përkëmbër të smur që ju mungon ilaçet në spitale, që kërkojnë për një shtet të tjetër të së drejtës, që të financojë më shumë në këto sektor, ndërkohë që kryeministri Rama zgjedh paturpsisht financoi koncertin privat të një artisti problematik me prirje neonaziste. Sigurisht ne e kemi kundërshtuar këtë, për ne ka qenë një akt dëshpërues i qeverisë për të rregulluar imazhin e vet ndërkombëtarisht, por që besojmë që e ka rënuar edhe më madje shumë. Ju kanë fajsuar juve që protestoni dhe qytetarët shqiptarë që me algoritmin që thot Rama e prishet imazhin dhe u detyruam ne për shkakun e protestave që të jepim edhe parat këtij koncerti privat. Kjo tregon që ata s'kan kuptuar asgjë nga mesazhet që kanë dhënë qytetarët në 55 ditë. Këtu nuk është më problem algoritmi, nuk është problem as i agjenturave, as i ndonjë sajese që ata janë munduar të ndërtojnë në 55 ditë. Këtu është mlefi qytetarëve shqiptar që duan të thonë tranzicionit 36 vjeçar, stop, që duan një Shqipëri të re me institucione të reja ku mund besojnë që përfaqësohen, që dua një parlament që i përfaqëson interesat dhe nevojat e tyre dhe jo të krimit dhe oligarkisë. Për fat keq, shohim që jo vetëm që nuk kemi përgjigje reflektuese nga kryeministri Rama, që është totalisht delegitimuar dhe duhet kishte dhënë dorëheqjen së bashku me të gjithë qeverinë, por megjithatë mendoj se përpjekjet e tij dëshpëruese për të bërë një gabim pas gabimi në sajt arrogancës, ashtu siç ishte edhe dhuna e papranueshme, e pajustifikueshme e policisë së shtetit dje dhe protestuesve paqësor, tregojnë se në fakt qeveria nuk është më vetëm e delegitimuar, po sillet si band kriminale duke mos respektuar asnjë ligj, asnjë protokoll për ndërhyrje, absolutisht asgjë. Sidorela, unë duhet pyes edhe përsa përket vimësisë së kësaj proteste. A do vijoj protesta me kërkesat e njëjta ku kryesorja do jetë dorëheqja kryeministrit Edi Rama dhe do ndalemi disa çaste më pas edhe tek dhuna policore që u shkaktua të njëjtën? Pa diskutim që protesta do të vijoj, sepse asnjë nga kërkesat që ne kemi parashtruar, duke filluar më kryesore dhe nga e cila fillojnë gjithë të tjera, dorëheqja kryeministrit Rama nuk është marrë parasysh. Megjithatë, edhe për të bërë një rikujtesë të kërkesave,
Ne kërkojmë së pari